Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë bashkarisht ngjarjet më të fundit tashmë nga jeta e artistëve dhe unë e di shumë bukur që ju jeni aq shumë entuziast sa që dëshironi të dini rreth Luizejlit, rreth nënës së tij, rreth Kiarës, rreth familjes Luizit, që në fakt është një familje që kohën e fundit kanë qenë në shënjestër të mediave. U përfol ças u përfol për Luizin, u munduan që të hedhin vrerë, u munduan që ta njollosin imazhin e tij, u munduan që ta dëmtojnë personalitetin e Luizit, por fatmirësisht, kur ti je i drejt, Zoti t'i jep krejt, Luizejli arriti që t'i merr të gjitha të mirat e kësaj bote dhe të shijon momente me familjen e tij të dashur. Ju e dini shumë bukur që Luizi dhe Kiara u kthyen në Bodrum. U kthyen në Bodrum për të shijuar pushimet e verës 2026. Fillimisht një herë ne dinim që Luizi ka shkuar me Kiarën edhe me Lunën, por ato kishin marrur një vila dhe që nga momenti që e kuptova që kishin marrur një vila, në fakt fillova që të dyshoja që mos vallë është edhe nëna e Luizit, zonja Anxhelin, por në setin fotografik që Kiara Tito postoi në Instagramin e saj, pjesë e fotografive, një fotografi me shumë dashuri, ishte edhe zonja Anxhelin. Do me thënë, Luizi dhe Kiara kanë përzgjedhur që pjesë e këtij rrugtimi kaq të bukur, e këtij udhëtimi fantastik, të ishte edhe vjera e Kiarës, por edhe nëna e Luizit. Në fakt, unë dala ta komentoj si moment, sepse fillimisht njëherë më joshi pafund dhe më bëri që ta duartrokas këtë vendimin, nga që fatkeqësisht në ditët ku ne jetojmë, në periudhat ku ne jetojmë, familjet kanë filluar pak të zhbëhen, sidomos personazhet publik, nuk është se i respektojnë shumë prindërit e tyre, sepse ndoshta ndikon ky fenomeni i famës, ndikon fenomeni i publikut dhe kanë ca ndryshime në karakter. Por Kiara është aq e zonja, është aq e mrekullueshme, sa që do me thënë di të respektoj edhe vjerën e saj, di të respektoj edhe burrin e saj dhe di të bëj për vete të gjithë familjen. Çfarë mesazhi i bukur është për publikun shqiptar që të respektohet nëna, vjera, edhe të merret edhe në pushim. Dhe mua më vjen shumë keq që ka njerëz të cilët këtë vepër të bukur që bën Luizi, këtë lëvizje të bukur që bën Luizi me nënën e tij, duke e respektuar në maksimum, duan që ta njollosin dhe duan që ta ulin vlerën edhe imazhin e Luizit. Dhe me këto veprime, Luizi vetëm se dëshmon që nuk ka gjë në botë dhe nuk ka njeri në botë që mund t'ja ulën vlerën Luizejlit, sepse Luizi dihet të tregon që është një personazh me dinjitet shumë të lartë. Dhe kjo gjë në fakt më bën që ta duartrokas edhe ta mbështes Luizejlin. Unë e uroj Luizin që të jetë njëherë në një gjendje shumë të mirë, shpresoj që të jetë gjithmonë pranë familjes së tij dhe uroj me zemër që vera të shkojnë gjithmonë e bukur. Do me thënë, për një raport që unë e kam folur gjatë gjithë kohës të Kiarës edhe të vjerës së saj, Kiara thjesht na e dëshmon me lëvizje që ajo po bën.